janë pikturat, punova me motive, pra ishin të realizuar, një jelek për shembull ishte realizuar edhe me ruazat, jeleku shamia e kokës ishte komplet siç është e qëndisur, pra plus asaj unë edhe shtova pjesë të tjera, elemente që e bën e plotësuan këtë punim, pra në këtë ekspozit që ne morëm pjesë me veshje tradicionale. Më së fundmi, unë jam duke aplikuar, duke punuar Work with Cups, quhet një punim me gota që është shumë trend, shumë risi për të rinjt, edhe për ne në Shqipëri. A mund të themi edhe abstrakt? Po, është abstrakt. Është abstrakt. Janë ca punime, si po i shikojmë dhe tani, që lundrojnë ngjyrat me njëra tjetra. Është shumë e bukur. Duket në pamje e lehtë, por është vërtet shumë e vështirë. Unë kam rreth 5 vite që aplikoj këtë teknik. Më besoni është shumë e vështirë, por ngjyrat janë spektakolare edhe është e bukur. Doja vërtet, unë jam te zhanri klasik, siç e thash, po doja të provoja veten edhe te ky zhanër. Përderisa e kam studiuar, pse jo, edhe kjo është edhe ideja që mua më dha shkas nga studimet që kam bërë jashtë dhe ato aplikojnë vërtet shumë këtë teknik, edhe thash pse jo mos ta risjellim në Shqipëri, që të kemi një uri, tani më interior design siç ne aplikojmë ka shumë modernizëm, janë të klasikët, po përdorim më së shumti edhe punimet moderne, klasike, po të sjellën në mënyrë abstrakte. Këtë kam dashur me sjellun si risi për shqiptarët. Shumë bukur, unë lusë publikun për një duart rokitje, sepse e kam një pyetje shumë të shkurt për ju të trijave. I përcjellni lajme, dëgjoni lajme? Po, patjetër, me raste. Ju jeni tek lajmet. Unë kam të detyrueshme. Po, Vjocat pak? Njërën e ditë me raste, patjetër duhet. Sepse tani ka arë momenti në nduart rokitjet e juaja, të ftoj Tuku Lukat dhe Gjikani Njavor. Shikus të ndëruar mirë mbrama, po japim ato që jep Zenel Buzuku, pra po japim lajmet. Lajmet e orës edhe 15 në qysh të fejes, a ne i Zahaqit pak pahin pej runu se po bini në radar. Lajmet nga vendi rajoni Klina, Glareva dhe Rigjeva. Shikus të ndëruar, televizionin ton mund të gjeni në salon, në kuzhin, në dhëmë të pritjes, në dhëmë të mospritjes dhe në pazar të kerëve. Po ashtu, televizionin ton mund të gjeni edhe të mjeshtri i televizora kur ta qetë siguresën. Ne si televizion tani kemi hapur edhe 2 kanalet e reja, kanalizimin e ujrav të zeza dhe kanalin e YouTube-ës. Kurse kanalin e YouTube-ës e kena qelë pa halo se kena mshelë së nëzet nga myti promoja. Po ashtu televizionin ton mund të shqeqoni edhe në rjetin satelitor, po edhe ashtu me antenë toksore. Nëse nuk keni antenë të thjesht, lirisht e një piron, një baski ose një anglasere. Me ju sonte unë Rakateli i Somës. Shikus të nderuar, vazhdoj me lajme. Me një lajmë nuk qelë pranvera, vazhdoj me lajmet e tjera. Vazhdoj me lajmin e radhës. Si pas policisë e Kosovës dhe prokurorit të shtetit Aleksandrit Aleksandr Lumezit, a i duke folur rreth aksidenti që ka ndodhur në kuvendit e Kosovës, në mes të deputetit Gjavit Haliti dhe Arben Gashi, Lumezi tha se nuk janë në rrok nërmje veti, pa ata vi që i ka në rrok pas qyë gjatë te i kalimit. Kurse pas aksidentit Gjavit Haliti tha Arben Gashit, quhet e mjeshtri, bëhet sa të bëhet, unë e paguaj veç më se thjerë policin. Vazhdoj me lajmet e tjera. Zavendës kryeministri dhe njëherët ministri punëve të jashtme i Kosovës, Begjet Paciolli, ka marrë pjesë në një samit të grave në bregun e Fildisht, pikërisht në qytetin Raskup, Tilikup, Papiluk, Tuk, Hihi, Hupulu. Ku në këtë samit të gruas, a i foli për gruan dhe rolin e saj. Ndër tjera Paciolli të praneshvi o tha, sot për sot gruja është si të pihi, gjithmonë e shkelt.
vazhdoj me një lajm për vizat. Jemi shumë afër liberalizimit e vizave, sepse po përmbushet edhe kriteri I fundit. Për këtë kriter, qeveria e Kosovës emëron ministrin Dardan Gashi për me luftu korrupsionin, sepse Dardanit nuk ja huq alltia. Ndërsa këtë lajm e përshëndet edhe Brukseli zyrtar me kengen. Ka le vllavojon e mos u tut, ka le korrupsionin me barut. Kalle me raketa o Dardan Gashi të gëzof të neqja. Ku jemi të çështja vizave, qeveria Kosovës I merr hapat parastamal për liberalizimin e vizave. Hapat e rekomanduar nga Bashkimi Evropian. Pra Kosova nalt ka me shti parastamolla, kurse poshtë supozitorët 500-ve. Vazhdoj me një lajm nga opozita. Reagon në kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri. Ai në një prononcim për televizionin ton, Haziri tha, se di, a jam shtatzon, a shka, se dy qysh kohës e fundit shkogja shumë jam për një erën e zgjedhjeve. Kurse Memli Krasniqi ja kthej, edhe 4 vjet runu se nuk keni me mjet shtatzon, se na jena mjet para juve edhe deri tan I kem 70 zamës ministra I kena lind kryesisht me prerje cezariane. Shikues të nderuar, vazhdoj me motin. Moti sot, nesër dhe parashikimi për shtunën dhe reprizat e diellën në ora 9 çanu herët. Sipas Institutit Sylo-Tahirologjik I Kosovës, motin e Kosovës do të mojë qysh e ka shkruar I nalt edhe qysh ta lexon ky poshtë. Moti në vendin tot do të jetë I nxehtë me pelet, me shpejtësi me ta qit flakën për sekond. Kurse temperaturat do të sillen te rrethi I madh, ku temperaturat do të jenë 30 gradë, kurse te burrat 40 gradë. Dërsa temperaturat pas dite dikur do të ulen, si janë ljoton ditën të nejtë në kom të prit musafir për iftar. Ndërsa era do të fryn nga Prishtina në drejtim të Rusisë me shpejtësinë 200 km era I strefi kampionat botëror për sekond. Ndërsa tenderi edhe këtë javë do të fryn nga qeveria në drejtim të nipave, të zokave, dojve, kushëreve, qika tezave, qika vdajes me shpejtësi 200% me të njofshëm për sekond. Shikues të nderuar, kaq kishëm personte mirë mbeqi edhe mos harroni me flajt. Televizionin ton mund ta gjeni edhe në internet, në web faqen ton www.tak kushander babadimri me fener ojti gru a ke gatu me kop shkomin ta thej dhomin me kop sakisën ta prej.com. Shikues të nderuar, shimi javën e ardhshme, natën e mirë dhe mirë mbeqi. Ai në shkruva?